Përshëndetje miq, sot të një temë në lidhje me dy planete, Ceres dhe Nessus, që ndryshe ande asteroid ose planete gjyq, kalojnë në shenjën e peshqve dhe për këtë ju është që do të keni një rritje në mesazhet intuitive, por edhe në shkëputje nga marrëdhëniet që me t'ju shërbejnë. Mësoni që sot kjo ditë është po ashtu që ka filluar në shenjën, pra dielli është në shenjën e dytë të yjeve, çdo të thotë demi, dhe ndërkohë mbas një ande do të vi edhe ëna e re, po në den, për të cilën si temë kanë atë që quhet gjithë pasurinë që ata kanë, pra në lidhje me ato që zotërojnë, por ndërkohë kanë të bëjnë edhe me atë që kujdesen për vlerën e tyre. Pra kjo është tema për të cilën do të vazhdoj, pra me hënat e reja, dhe kupton që dhe dielli dhe hëna janë bashkë. Pra në këtë rast dielli përfaqëson mendjen, ndërsa nëna ka të bëjë me shpirtin ton, me gjithë organet tona, me atë që kështu funksionon, kështu jemi krijuar, kështu kemi ardhur të mishëruar në këtë tokë ku ne ardhëm, pra lindëm, është ditëlindja jonë. Gjithsesi, le të fillojmë në lidhje me efektet që japin këto planete gjyq, dhe tani unë do të flas me emrin Ceres dhe Nessus, dhe ju e dini që asteroid, ndërkohë planetet nuk kanë trupa të tjerë, pra planetet janë ndryshe, nuk kanë trupa të tjerë në veten tyre dhe në vetes së tyre, ndërsa quhen planete gjyq ose asteroid, është sepse këto kanë të tjerë, dhe në këtë rast, duke qenë se unë po filloj me dy planete Ceres dhe Nessus, do të flas që Ceres vetë është rrotullohet pra rreth diellit midis planetit Jupiter dhe planetit Mars. Dhe ndoshta jeni që dini që Jupiter ka të bëjë me atë që na rrit, na shpirtëror, na zgjeron, na jep mençuri, pra na frymëzon në lidhje me shpirtin ton, në lidhje me ne jemi qenie njerëzore dhe shpirtërore, pra në këtë rast të bëjmë gjërat për atë që ne na kënaq. Ndërkohë Marsi ka të bëjë me atë që është dhe viti për cilën jemi në 2025 dhe udhëheqet nga Marsi, por është me atë që është me të vërtetë është Mars që bën, pra kërkon që ne të marrim vendime të rëndësishme, por ndërkohë edhe të veprojmë, pra sepse në fund të fundit ka lidhje me trupin ton fizik. Pra në këtë rast ne do të veprojmë për atë që ne dëshirojmë. Ndërsa ndërsa Nessus është rrotullohet në diellit, por midis dy planeteve, dhe në këtë rast Plutos dhe Saturni. Pra gjithsesi të kuptoni që pak a shumë, pra këto planetet janë dhe disa, është Eris, është Chiron, është po Pluto dikur astrologët e quanin si një planet, po në zhvillimin e mençurisë së mësimeve të oh my god, kur njerëzit e përdorin inteligjencën për t'i shërbyer dashurisë së Zotit, për t'i shërbyer universit të veçën, për të cilën ne jemi krijuar, dhe jeni të sigurt, faleminderit për këtë bekim, dhe jeni të sigurt që ju jeni me të vërtetë, pra jeni duke ndjekur rrugën e mençurisë së mësimeve të vërtetësisë së jetës tonë, dhe kjo ju bën që jo vetëm të kënaqeni, por të realizoni dhe dëshirat e thirrjes së zemrës tuaj, se jo pa qëllim jeni këtu. Gjithsesi askujt nuk ju preket liria, dhe duke dëgjuar këtë video ju do të kuptoni edhe më shumë se çfarë energjia e këtyre dy planeteve ndikon tek ne. Mësoni që kjo energji tek ne funksionon është që na nxit ne që të kujdesemi për veten tonë. Pra
mos ju bëj çudi që mund t'i ndjeni këto gjëra në këtë, se është shekulli i ri, shekulli jo vetëm i evolucionit digital, por edhe i ndërgjegjësimit tonë, pra ne si që njerëzore po ndërgjegjësohemi sepse universi ecën përpara dhe ne po ecim përpara. Pra është një rritje e ndërgjegjësimit tonë. Megjithatë pra bëhet fjalë për të hapur zemrën. Mësoni që pra tjetër për të përdorur intuitën tonë, për të hapim zemrën, të dëgjojmë zorët e barkut, pra intuitën e zorëve të barkut, mençurinë, po kështu edhe të zemrës tonë, ndërkohë në lidhje me kufijt emocional, po kështu edhe me ngjarjet nga e kaluara, trauma, drama, apo çfarë do lloj që ne kemi kaluar, për të cilën kjo ditë e veçantë, sot që po publikoj këtë video, por edhe disa javë më pas, i do t'i bëj që ju t'i merrni këto mesazhe nëpërmjet ëndrave tuaja, por dhe nga intuita juaj. Gjë të dini, ne kur nuk jemi vetëm, kur nuk kemi qenë vetëm dhe kur nuk do të jemi vetëm, për arsye sepse ne jemi të lidhur me këtë univers të bollshëm, ne jetojmë këtu, ne jemi pjesë e këtij universi të bollshëm, ashtu si çdo gjë që ekziston në natyrë edhe në qiellin tonë. Ndërkohë është disa shenjat e efekteve. Kuptoni që duke qenë se këto dy planetet do të ndikojnë tek ne para Ceres dhe Nesurs, është duke ka hyrë pra sot në shenjën e peshqve dhe edhe në vitin deri në korrik të 2026 është nyja veriore që ne do të ngjitemi, pra do të rritemi, do të arrijmë në veten tonë të lartë, është në peshqit, që do të thotë ju e dini peshqit që jo vetëm që tonë unë besoj, çfarë besoni ju, ku besoni ju, dhe ka të bëjë me ëndrat tuaja, me mistikën, me shpirtin, pra në lidhje në zimin tuaj shpirtëror, në lidhje me krijimtarin, pra kjo është që ne do të rritemi. Ndërkohë është edhe në shenjën nyjen jugore, për të cilën ka të bëjë me atë që është në Virgjëresh, dhe Virgjëresha thotë unë analizoj, dhe në këtë rast ka të bëjë me shëndetin tonë, me jetën tonë të përditshme, me detyrimet që ne kemi përreth e gjitha. Gjithsesi, duke qenë se këto dy planetet po sot në këtë datë janë të peshqit, ju do të kuptoni që ju do të filloni të ndjeni që intuita juaj po rritet. Dhe kjo ju bën që ju sjell të bëni të vetëdijshëm për marrëdhëniet dhe për situatat që ju afrojnë ju, që ju bëjnë ju që të jepni ushqim shpirtit tuaj, pra që ju bën ju që të ndjeni mirë, që ju frymëzojnë ju, pra ju do t'ju ndihmoj që të zgjidhni për marrëdhënie dhe për situatat për të cilën ju me të vërtetë ju japin një rritje shpirtërore, ushqim shpirtëror. Ndërkohë është për një pjesë, ndoshta jeni bërë të vetëdijshëm dhe tani e kuptoni se kush nuk ju përshtatet do ta lini, dhe ndërkohë është që po kështu edhe të merrni, pra të kuptoni dhe kush ishin shkaktarët që marrëdhënia, pra që jo vetëm që të bëni të ditur kush janë ato që ju frymëzojnë ju ndihmojnë ju, ose kush janë ato që nuk ju bëjnë ju që të ushqeni shpirtin tuaj, pra nuk ndjeni mirë, ju bën që jo vetëm pra të kuptoni që të largoheni por dhe të mësoni prej tyre shkaqet pse nuk shkuan si shkuan, me qëllim që nga të metat të mësoni që mos i përsërisni për të krijuar në të ardhmen marrëdhënien tuaj të mrekullueshme. Pra ne mësojmë, edhe nëse gjatë gjithë jetës kemi kaluar disfata, kjo na bën që ne kur jemi tani, sepse ju jo pa qëllim jeni këtu, ja rezononi me këtë energjinë, kjo ju bën që duke planuar përse gjëra nuk shkuan si nuk shkuan, pra përse gjëra ndodhen si ndodhen, ju mësoni prej tyre dhe kjo ju bën që jo vetëm që të pastroni energjinë tuaj, të lirojeni nga gjërat që nuk ju përshtaten, qoftë marrëdhënie, qoftë situata, çfarë do lloji energjie të ulët, dhe kjo ju krijon, pra kërkon që duke u shkëputur nga gjërat që ne nuk na pengojnë, ne na hapen dyert për të krijuar ato marrëdhëniet tona që na ushqejnë shpirtërisht, që na bëjnë ne të kënaqur. Ndërkohë është kjo gjithçka pra
ndërkohë ne kaluam dhe shenjën e jeni akoma në vazhdim që unë bëra, ju e dini tani se unë bëj shumë video në lidhje si të veproni me anët e reja dhe të plota, por ndërkohë edhe efektet. Dhe në këtë rast, në qoftë se ju i ndiqni çdo muaj këto dhe veproni, po jo me detyrim, se nëse bëni me detyrim, është mendja juaj, janë hijet tuaja që duhet ta bëj këtë. Me kënaqësi. Dhe vetëm kjo me kënaqësi ju bën ju që të rriteni dhe në këtë rast edhe këto dy planete gjurë ju ndihmojnë ju. Ndërkohë të kuptoni nga ana e mitologjisë, por nga ana edhe e astrologjisë, çfarë efekti japin këto dy planete. Le të marrim Ceres. Ceres nga ana e kohëve të lashta, pra është që është perëndesha e bujqësisë, e pjelloshmërisë, e marrëdhënieve me nënën. Pra në këtë rast ju e shihni, ne jemi në kohën e pranverës, çdo gjë është lulizon, bujqit kanë filluar të mbjellin, po kështu pra të punojnë tokat, të hedhin farën, po kështu shihni në për shpende, se unë jam në një park, patat janë duke kanë pjell shumë beba ose qa mrekullie. Gjithsesi, pra është kudo në çdo në kafshën, në shpendet e tjera, po kështu në natyrë, pemët lulizojnë kudo, pra është koha e frymëzimit dhe kjo është dhe me qenien tonë njerëzore, shpirtërore, sepse ne jemi pra human, ne jemi human, kështu na ka krijuar krijesa dhe kështu kemi ardhur në tokë të mishëruar për të ndihmuar, për të mësuar dhe për të krijuar. Dhe kjo është ajo që ju tashmë po ndiqni këto video, që ju ndihmojni, ju mësoni dhe ju do të krijoni. Pra avash avash ju do të transformoni energji që nuk ju shërbejnë dhe do të rriteni në veten tuaj të lartë, se është koha, është afatikor. Tjetër është që nga ana e astrologjisë, Ceres ka të bëjë me atë si kujdesemi ne për vete, por dhe për të tjerat. Marrëdhëniet me nënën tonë dhe ndërkohë ka të bëjë me atë mënyra se si ne jemi rritur dhe mënyra se si ne jemi bërë të vetëdijshëm, pra rritja dhe vetëdia jonë, dhe ka të bëjë shumë me energjinë femërore. Pra çdo gjë është pjelloshmëri. Pra me energjinë femërore, mendoni ne si gra, në brendësi të shpirtit tonë mbaj një fëmijë 7-9 muaj, me ndo çfarë mrekullie, pra në këtë rast, pra është energjia femërore dhe kjo është që edhe nëna natyrë është ajo, është pjelloshme, është vetëdia e gjallë, sepse çdo gjë gjallërohet e tjera. Dhe ne jetojmë këtu në këtë dhe jemi të lidhur, kemi një energji me gjithçka, vetëm se si që njerëzore kemi frekuencë, pra ne komunikojmë me njëri tjetrin me fjalë, me mendime, me sjellje. Gjithsesi, ndërkohë është që Ceres na ndihmon shumë dhe na jep edhe një mbështetje në lidhje me zgjedhjen e përdorimit të ushqimeve, pra si ushqim në trupin tonë fizik. Pra këtë trup multidimensionar, pra me dy energji, mashkullore mendja, për të cilën e veprojmë dhe përfaqëson diellin, sepse ne veprojmë gjatë ditës, pra me trupin fizik, por edhe me mendjen tonë, për atë çfarë ne ndjejmë, që atë që ne ndjejmë, atë që na jep kënaqësi ta vazhdojmë në këtë, pra gjatë ditës së jetës. Ndërkohë është edhe trupi jonë i brendshëm, pra kjo zemër që është astrale, për të cilën ka informacionin ton, ka me të vërtet misionin dhe drejtimin e jetës tuaj, dhe kur ju nuk jeni të qartë se çfarë kërkoni, ju lidhuni me zemrën tuaj, hapeni zemrën tuaj, kërkoni ndihmë, se nuk jeni vetëm, pra nuk kemi qenë vetëm dhe nuk do të jeni vetëm kur, dhe ju e dini tani se keni një intuit të lartë dhe kjo intuit do të vazhdoj me ju. Pra i ndjeni që nuk keni qenë këto mësime që nuk i keni mësuar nga askush, pra nga shoqëria, ju tani jeni bërë të vetëdijshëm dhe keni një intuit, ju e kuptoni që gjërat i kapni edhe pse janë, pra që nuk i keni pra dëgjuar ndonjëherë, sepse kjo është vërtetësia e jetës. Ndërkohë Nesus ka të bëjë me atë që është përfaqëson, pra është një pra figurë, pra me mitologjinë është në
trupin e tij 3/4 i ka pra kal dhe një pjesë e ka pra 1/4 e ka njeri, që do të thotë është me 4 këmbë, pra figura e tij me 4 këmbë nga koha e Greqisë lashtë apo romane e tjera. Pra gjithsesi prej historisë së lashtë dhe ka të bëjë edhe me që është me 2 krah, pra ose edhe me 2 mushkërinj e tjera. Gjithsesi, ky asteroid ose planeti Gjuqë na ndihmon, na nxjerr në sipërfaqe, pra na ndihmon në lidhje me gjërat, pra simbolizon në lidhje me nxjerrjen e ndjenjave toksike e gjërave për të cilat anën tonë toksike ose mendimet tona, pra çfarë ne ndjejmë në brendësi të trupit dhe çfarë ne kemi në jetë mendore, pra nga ana e gjërave që nuk na shërbejnë ne toksik, që ne i kemi marrë me vete pa e kuptuar, por ndërkohë edhe në lidhje me dhimbjet tona që i kemi të shtypura, pra jo vetëm nga ana mendore, por edhe nga ana e trupit që i kemi në energji të bllokuara në zorët e barkut, pra të shtypura, sepse këto gjëra gjatë gjithë çdo lloj situate që kemi kaluar, çdo lloj vështirësi që kemi kaluar, këto janë energji për të cilët ne kemi vazhduar të jetojmë dhe pse kemi kaluar sfida, por ne nuk i dimë që këto gjëra janë të bllokuar sepse ne nuk kemi ditur se si të punoni me to. Ndërkohë Nesus na ndihmon edhe nxjerr, pra shfaq dikë për të cilën pra prek dobësit ose është që bën atë që luan me dobësit e njerëzve, pra sidomos njerëzve të ndjeshëm, dhe në këtë rast përfiton prej tyre. Dhe në kjo bën që na mëson ne që duke nxjerr, pra duke na mësuar ne, sepse ne krijojmë tani marrëdhëniet ne me të tjerët, ne në veten tonë, dhe na shfaq kush është dikushi që na ka përdorur ne, kush është ky dikushi që ka përfituar nga ne dhe që ne jo vetëm që humbëm veten, por ne edhe nuk vum kufin, pra na utoj, pra e humbëm veten dhe kjo erdhi dhe nga mosvënia e kufinve. Gjithsesi, këto shenjë tjetër është që këto si ndikojnë, këto 2 planete duke qenë së bashku, na bëjnë ne që na tregojnë ne që ne mund të gjendemi në situata dhe në marrëdhënie që duhet me të vërtet kujdesemi për veten tonë. Pra na tregon që ne të kujdesemi për veten tonë dhe bëhet fjalë që jo vetëm në lidhje me kujdesin, por dhe në si dhe ushqemi, pra si ushqemi me veten tonë këtë trup, po kështu si e ushqem shpirtin tonë, a jemi me të lidhur me kontakte dhe me marrëdhënie për të cilën ne na bëjnë që na rrisin, na zhvillojnë, pra me një fjalë me atë që na kënaqin ne, pra kjo do të na tregon për një pjesë nga ju për të cilën pra ndodheni dhe sipas asaj që ju jeni nivelit e energjisë tuaj, pra në cilën fazë apo kudo që të gjithë jeni unik. Tjetër është që këto gjithashtu na ndihmojnë ne që kush është dëshira, pra ju jeni rritur dhe ndoshta e kuptoni tani që kush është dëshira që ju bën ju që me të vërtet ju jep ju që t'i jepni marrëdhënies tuaj një zhvillim, një rritje nga ana shpirtërore. Pra kush është ajo marrëdhënie që me të vërtet ju frymëzon ju? Për një pjesë nga ju jeni bërë të vetëdijshëm dhe tani ju e kuptoni kush marrëdhënie nuk ju përshtatet ju dhe ju e largoni, pra jeni bërë të vetëdijshëm dhe ju e dini. Pra në një kohë dini që nëse marrëdhënia është që jeni në krah me të tuajin ose me marrëdhënie me veten tuaj, por dhe me të tjerët, kudo, në shtëpi, në familje, me kudo, në çdo, pra çdo lloj marrëdhënie, sepse tash dhe njëri ishte edhe ana e plot në peshore që kërkon balans, pra në lidhje me edhe tani është edhe një përforcim që ne ndihmojmë, ne nuk jemi vetëm, fakti që ne kërkojmë ndihmë, fakti që ne bëjmë lutje, fakti që ne me të vërtet e ndjejmë që shpirti na drejton dhe jemi të vëmendshëm, ne jo vetëm që na rritet intuita jon, por ne fillon të kuptojmë, pra në këtë rast hiqni dorë nga marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë dhe ndoshta e ndjeni që jeni të liruar nga ajo që dikur kur filluat ju mundonte.
pra ka të bëj shumë me ngulitjet tona, me frikën, me pasigurinë e të tjera. Gjithsesi tjetër është që për një pjesë ndoshta ju shkëput e kuptoni tani kush ju xhelozon, pra një marrëdhënie që janë xheloz ndaj jush, ose me pamjen tuaj, ose me pasurinë tuaj e të tjera, pra ju shkëputeni nga këto, dhe ndërkohë për një pjesë ka ju ndoshta jeni të tillë që e kuptoni që kush ju thith energjinë ju, pra e kuptoni që diçka me ju nuk shkon, dhe në këtë rast ju bën ju që nëse ju ndjeni me energji që me të vërtet nuk ju vlerësojnë edhe energjia juaj po tihet nuk ndjeni mirë, sigurisht kërkon ndryshime për ju, dhe në këtë rast ju bën që ju të filloni të zgjidhni për veten tuaj. Pra në momentin të zgjidhni lërini të tjerët, ju nuk mund të ndryshoni ata, e vetmja gjë që është do të hyni në veten tuaj, në brendësinë tuaj, dhe ju ndihmojeni dhe nuk jeni vetëm. Dhe kjo është, jo pa qëllim jeni këtu, se nuk jeni sepse shpirti rezonon dhe jeni kthyer, dhe jeni të lidhur me frekuencat e larta që mund t'i quani angjëj, kryeangjëj, mjeshtat e dritës për të cilën ju ndriçojnë, ju çdo ditë ju japi këtë energji hyjnore që apasapi duke futur këto kodine, këto mësime, këto energji, ju mbushni trupin me qelizat tuaja me dritën hyjnore, me atë që ju bën ju, që ju ngre energjin, ju rezoron, ju bën që të ndjeni mirë. Pra kjo është që kush nuk ju bën ju mirë, ju të filloni të zgjidhni për atë që ju bën mirë, pra është zgjedhja në dorën tuaj, jeni të lirë ju, kur ju i dorëzojni shpirtit, hapni krahët dhe hapasapi, duke ndjekur shpirtin tuaj se ju do më shumë se askush tjetër, duke qenë në veten tuaj, duke përdorur mirësinë e fjalëve, por kur them mirësinë e fjalëve dhe kur ka pengesa, mirësi, ju rrisni besimin tuaj. Kur ju qetësoni mendjen, edhe kur ka në krah apo kudo ka pengesa, kur ju qetësoni mendjen dhe lidheni me veten tuaj, mbajini shënim këto gjëra, ju do të futeni më në tërësi me veten tuaj dhe do të kuptoni se ku i ndjeni gjërat, ku i ndjeni blokadat, ku i ndjeni dhimbjet në trupin tuaj, sepse ky trup multidimensional në brendësi të shpirtit tuaj ju tregon gjithçka, ku janë blokadat tuaja, zemra, stomaku, zorrët, çfarë ju bëjnë, ku i ndjeni në këmbët tuaja, kudo. Dhe tjetër është kur ju jepni pra mirësi, pra jep mirësi, kudo, edhe ati që të ka lënduar, edhe të tjerë, kushdo qoftë, jep mirësi, do të thotë ju të rrishni dashuri. Pse? Sepse ju, jo vetëm që falni veten, në fund të fundit, ne jemi njerëz, ne bëjmë gabime, dhe shërojni, por ju falni dhe të tjerët dhe lirojni. Pra përdorni mirësinë edhe në dhënje, dhe ju do të rrishni dashuri, pra krijoni dashuri. Gjithsesi, që të gjitha këto është të kuptoni që po kështu në lidhje me do të shkëputeni nga çdo lloj kontakt për të cilën ju e ndjeni qoftë kudo që të jeni, edhe në punë apo kudo që të jeni, që e ndjeni që nuk ndjeni rahat, shpirti ja u tregon ju do të vini kufi, se ndryshe do ju shkeli në këmbë, kudo në çdo marrëdhënie. Dhe tjetër, ju do të ndjeni në këto që ju ndihmojnë këto dy, do të ndjeni hulumtime në lidhje me të kaluarën tuaja, pra do t'ju shfaqen e ju do wow, po pse po m'vjen përsëri, unë u lirova nga këto, çfarë po ndodh me mua? Të jeni të sigurt që shumë nga këto njohuri në qotëse dhe do t'ju vinë, varet ku jeni, do t'ju vinë në ëndrat tuaj, do t'ju vinë edhe nëpërmjet intuitës tuaj. Gjithçka është ju bëhet, është që jo nuk vinë pa qëllim, për këtë t'jeni të sigurt se ndjehet energjia juaj, ne jemi të lidhur, ne jemi të hapur, shakrat tona janë të hapura, sepse kemi hyrë në procesin e zimit të shpirtit, dhe në këtë rast bëhet që ju të keni pra t'jeni të mëmëshëm në kujdesin me veten tuaj, me qëllim që të vini kufi të shëndetshëm për marrëdhëniet, pra për marrëdhëniet me të vërtetë që nuk ju shërbejnë. Tjetër është kjo ju ndihmon që kur duke vënë kufi, kudo që të jeni në çdo aspekt, ju ndihmon që mos merrni më energji të ulta, pra energji për të cilën ju rrëzojnë ju, dhe pra kufiri bën që të tjerët okej, ti ke vënë kufi edhe nuk të ngacmojnë, dhe është një mrekulli, vendosni kufi kudo që të jeni në çdo, sepse kur ju vendosni kufi,
edhe në qoftë se e keni në partnerin krah, edhe në veten tuaj, të jeni të sigurt që ju do të arrini në bukurinë e jetës dhe ai që ju do dhe ju keni vënë kufi, ai do ju pranoj ju si jeni. A është vetja juaj, a është tjetër kush, dikush, të jeni të sigurt, kudo, në çdo, duke vënë kufi, sigurisht që edhe mund të ketë edhe shkëputje, por kjo është që kur ju ndjeni dhe shpirti ju vë kufi dhe ju ndihmojeni, ai që ju do t'ju përqafoj dhe do t'ju pranoj kështu si jeni dhe ai që nuk ju do i thot miru pafshin. Por një gjë të dini, dyert tuaja hapen. Prandaj mbyllet një derë do të hapet dhe kjo derë që do të hapet është akoma dhe më e mrekullueshme kur ju jeni në një linjë atë që shpirti ju sjell, ju ndjek dhe i ndiqni. Pra me një fjalë, inteligjencën tuaj e përdorni për mençurinë e mësimeve të universit, të vërtetësisë të jetës, për të kontribuar në dashurinë e Zotit që ka krijuar këtë perfeksionizëm, pra këtë mrekulli për të gjithë ne, duke ndihmuar në mjedis, duke ndihmuar në kafsh, duke ndihmuar dhe në njerëz. Pra kjo është ajo që kur ju jeni në një linjë, pra vendosni kufin dhe ai që ju do t'i pranoj ju si jeni, dhe nëse jo, ju nuk keni pse keni frikë. Kjo është, qoftë keni frikë, do të thotë që prandaj i shitni këto dhe njerë, sepse që të pastrojni, të lirojni. Askush nuk ju prek lirin, por këto janë mësime që të pranoni, sepse gjërat do të vinë për të mirën tuaj. Më besoni për të mirën tuaj. Më shumë se kaq nuk mund të them dhe peshqit kërkon që ju të besoni në veten tuaj dhe duke besuar në veten tuaj, aq më shumë ju do t'i qëndroni në dy këmbët tuaja, ku askush nuk ju prek, as ju nuk prekni të tjerët, as ju nuk i prekni të tjerët, sepse ju mësoni që ata janë të lënduar, por as ne nuk lejojmë që të marrim ato përgjigjet nga koka e tyre. Ne e ndjejmë, ne hymë në ndjeshmërinë e njerëzve, ne i kuptojmë se ne ndjejmë energjinë, vetëm atyre ku ne jemi të liruar nga çdo gjë që nuk na shërben, qofshin marrëdhëniet të çfarë do lloji natyre, sepse për marrëdhëniet bëhet fjalë, por edhe në lidhje duke ndjekur intuitën tuaj se ju ndihmon që të ndiqni rrugën për të cilën plani ynë shpirtëror e ndjen më mirë se ju, e di më mirë se ju se ku ju jeni. Për këtë vazhdoni ndiqni intuitën dhe Ceres përfundimisht na ndihmon ne edhe në ushqim. Pra ne që ne kemi bërë një punë të mrekullueshme me shpirtin, një punë të mrekullueshme pra edhe me mendjen e tjera, me hijet, me ngulitjet. Tani kujdesemi për trupin fizik dhe një nga këto Ceres ka të bëjë shumë me ushqimin. Pra buqit, shënim buqit do të dalin në këtë kohë, nëse përdori shumë kimikate pra përdori kimikate që të rriten këto gjëra do të shkëputen, se jo vetëm që i bëjnë dëm qenies njerëzore për produktin që rriten, ata mund të arrisin shpejt dhe për përfitime mund të kërkojnë gjë, po këto pasojat janë, sepse shumica njerëzve keni pyetur pse ka më shumë spitale, më shumë farmaci se sa natyrë ose gjëra tjera, sepse po shkatrojnë, po tani ka ardhur koha dhe manipulimet apo çdo lloj mashtrimi, çdo lloj për përfitime do të dalin dhe do t'i ndjeni dhe ka filluar të ndihen, po kështu kujdes ju kujdes pra në lidhje, jo vetëm që do të vjen nga ana e sistemit të shoqërisë, por dhe vetë si qenie njerëzore, ne të kemi kujdes për gjërat që ne përdorim në lidhje me ujin, në lidhje me perimet, në lidhje me frutat, se tash ne në supermarkete me datat e ushqimeve të tjera, jeni të mëmendshëm dhe përdorni gjërat bimore dhe gjërat frutore dhe gjërat pra dhe ujin jeni të kujdesshëm, zjeni në qoftë se pra jeni të mëmendshëm, në qoftë se nuk keni para të blini ujë të pastër të natyrës e tjera, zjeni ujin edhe sigurisht bëni çajin e malit që keni atje, hithrat e tjera që janë të mrekullueshme, pra të bimëve mjekësore, se në fund të fundit natyra ka krijuar çdo gjë. Kështu jemi zhvilluar si qenie njerëzore. Shpirti është i përjetshëm. Dhe shpirti pra jeton dhe vazhdon dhe jep mençuri. Dhe sot në këtë kohë, në afatin kohë të kësaj zhvillimi të evolucionit
digital, ne jemi duke ecur përpara dhe duke ecur përpara edhe inteligjenca jonë, pra ne si qenie njerëzore, shpirtërore, duke u bashkuar ashtu si krijesa na ka krijuar, dhe kjo është që ne tani, shumica nga ju dhe unë jemi duke ndihmuar dashurinë e Zotit të perfekcionizmit për ta shkëlqyer se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe kujdes në këtë datë, ju që jeni, ndoshta ndjeni që nuk jeni akoma në dy këmbët tuaja, nga njerëzit toksik dhe nga njerëz që mund t'ju manipulojnë. Kujdes, dhe në vazhdim, pra me varësit me njerëzit që kanë energji të ulta, pra përdorni intuitën tuaj për çdo gjë, sepse ju drejtojni, ju rritet intuita, dhe ajo që ju shikoni është për ju. Jeni të vëmendshëm, sepse shpirti, energjia, ju ndihmojeni, ju thjesht pranojni gjërat se punojnë për ju, jeni të vëmendshëm dhe kërkoni ato që doni të dini, pse po ndodh për ty, çfarë po ndodh me ty. Kërko, lidhu me zemrën, lidhu me ëngjëjt, me mjeshtrat, dhe jeni të sigurt që ju do të merrni përgjigje. Kjo është pak a shumë video për sot, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.